për të bëj bashkëbisedim me ju, protestus. Sigurisht, mbi të vërtetat e mia dhe të punës time. Gjithë mbani mend këtë vend dhe këtë rrugë, që nuk ka pas absolutisht asnjë pikë ku të ndaloje dhe të freskoje. Sot është gjithë ky lulëzim dhe është i mush plot me shqiptar, me elbasanidhi dhe me turista. Këtu ka pas makina me 4 katet marume, shkatrume, një vend që e kishte mulu kanceri. Sot luajn fëmijët. Këtu ka qenë magazin e gjojave. Na vizitojnë 3-4.000 klienta në fundjavë. 10.000 lek, 12.000 lek është çmimi mesatar për të hongër, mas ne njeriu varet mas xhepit, shkon ku doj. Gjithë ky rresht i rrumullak është bë burrim jete, burrim profesionesh, burrim force, burrim të ardhurash që kanë xhiru me mira njerëz për me çu bukën të shtëpia e për me marr profesione. A ka kinema tjetër Elbasani veç kësaj, edhe një që kishte. Përballë kinemas kemi vu sfilatën e kooperativës, që ju të shikoni gjithë fantazinë e detit me të gjithë llojet e të gjithë produkteve që ne bëjmë. Kurthin këtu, mund mes Trozafës, e kemi pru detin që ti majmë turistët mos i shlojmë. Këtu kemi rujt historinë. Gjithë muri i vjetër është rujt dhe është vënë muri i ri pa prek strukturën fare. Kemi ndru gjithë dheun e kësaj toke dhe këtu janë mbjell mbi 1400 ronjë. Në rast se ka një njeri nga biznesi që ka protestu që në 1997 e deri sot për ditë kundra administratës Berishës, kundra Nanos dhe kundra këtij tjetrit që e kam njeri të shenjtë. Orë zotit në rumë, unë nuk kam frikë me thonë të vërtetën, sepse e vërteta ime del nga puna. Ju duhet bëni një hesap kur Luca, gjenerata e parë e tranzicionit, kam rrit për të bërë një gjë modeste, por shumë inspiruese. Por ata investitorë që vinë me 4 breza, me 5 breza, çfarë janë të zot me bon Shqipëri? Që të binë ato brende miliardçe për të specializuar, për të punu fëmijët tonë, për të bë fëmijët tonë që të konkurrojnë në botë. Ne kërkojmë që Shqipëria të jetë e hapët. Çfarë kërkoni? Kërkoni që Shqipërinë ta mbyllni? Kërkoni që të kthehemi te Xhaxhi? Është turpi të gjithëve ne. Pse e humbëm këtë mundësi? Dhe kujdes me fokusin. This is my dream. Edhe kjo, miqtë e mi, protestues, është ëndra ime e vogël që po e shpërndaj në gjithë Shqipërinë. Ju uroj të keni dhe ju një ëndër për Shqipërinë tonë. Respekte.